njeri me folë për dobit e istighfarit apo. Dunja veç do të merr ndoshta ligjërat. Mos flasim për dobite e kësaj fjale në ahiret apo. Ku jemi na me këtë fjale? Me në mëjlis ka thonë 100 herë ai që Allah ja ka folë këtë gjunat apo. Ai që s'ka pas gjuna, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas gjuna. Ai s'bën gjuna. Veç dashuria dhe Allah xhallahu ala. Sa do të bëjmë astaghfirullah. Andaj sikur se thot Hasan al-Basri rahimullah, akthiru min qawlikum astaghfirullah. Shpeshtoni të thënurit e fjalës astaghfirullah. Kudo që t'jeni thot, fi buyutikum, në shtëpijet e juaja, wa aswaqikum, në tregjet e juaja, wa amalikum, punët e juaja, kudo që t'jeni, shpeshtoni gjithkund, kudo që jeni thuni astaghfirullah. Nëse thot Hasan al-Basriu, nuk e dini ju kur zbret falja. Ku e dini kur ka vendosur Allahu xhallahu ala me zbrit falën tuk? E duhet me gjet apo kur ai do me zbrit falën, me gjet ty ka pret me shport të gatshëm. Apo të thonë astaghfirullah. Apo çfarë thuaj astaghfirullah, që të shportën. Sa mos e kam shela ja rab, zonin po flan herë. Apo ti po zbret falja e madhe, atë që veç një herë me të rrugë në qatë moment fjale astaghfirullah. Apo këtë gjunat falë apo. A di sa fiton ti? E di valla po ç'a më bëu, në son halli duhet më flet valla lodhem apo. Çau valla ndrum, çau gjysore para sabajt apo. Gjysore. S'po do më ina do një orë atë persona çdo kujt apo. Çau 10 minuta para sabajt apo. Para çau. Edhe në flash pas asaj, pas një kodë sot në sabah. Çau çat vakt. Mundohu që bile 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, apo çështë për gjumë shumë, mu qun qatë vakt, veç më astaghfirullah. Astaghfirullah, tash pas bet, tash o pazari madh. O pa tani vazhdo, se sabajnë është të falë mas 1 orë. A mas faku, mos leja që pjesa e tretë e natës me të kalu, pa u shënu të në këtë regjistër se je qu, ke thonë astaghfirullah. Nëse vallaj për dunia ishe quaptë. Jo për dunia aftë. Po ti e qu për fëmijët tuaj e quaptë. Me po me kop temperatura, se këqyrë sa asati. Asa ke flet, as ke flet, për lyp, nga. Po me të falë Allah, gjunojnë të nështë ma mirë se fëmija e të Allah. Ti ki nevojë ma shumë për falë se për fëmijët tu ki. Ose me konë shëndeti me të rokë, me dim dhomin, pjesë të natës, apo qapa. Qo është Allah? Andaj, subhanallah, a nuk në shqetsojnë gjunojnë pak ma shumë se dhim të Allahumit? A që ka që mbo gjunojnë të në, po? Sa një dhëmë? Dhomi s'le me flajt. Edhe kupton drejt këtë punë. Se të dhim të ka s'flet, tash, normal është këtë punë. Të në bo zidhja. Gjunojnë me pas pak ma seriozi se dhim të Allahumit të Allahumit. Andaj, me indjek sebebe që i ceka. Nga sebebet kryesore të kërkimit të falës është, të përfitimin nga emri Allah el-Ghafur është të themi astaghfirullah. Edhe Allah xhallahu na ka premtuar se jo vetëm që na jap falë, por ka yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sura Nuh. Apo nëse istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje pe Allah nga se është Ghaffar, ai është që mbulon e fal shumë. Nëse kërkoni falje, ne që Allah ju fal. Po ju mdidkum bi amwalin wa banin. Ja ushton pasarësit, ju jap fëmijë. Apo edhe jap pasuni. Tash ose ja u jap bereqetet tyne, ose ja ushton edhe bereqetin edhe sasin. Andaj masaj vjen malekum. S'ma shkoj çfarë pyetje? Malekum, çka keni marrë? Ma çka puna ju? La terjuna lillahi waqara. S'ka ne pesht më Allahu te ju. Sa gjunojnë e keni, sa nevoj për rizk keni, sa nevoj për falje keni, hapet, malekum, qka puna ju? Në kjo pyetje është goditje madhe, sura Nuh, malekum, qka keni, qka puna ju? Unë po i thëmë, a ki nevoj ti për thmi, po, a ki nevoj për shnet, a ki nevoj për pasuni, a ki nevoj, krejt ki nevoj këto, unë po të veç istaghfir rabbekum, lip falje t'jepi krejt, hapet si tu e bo, malekum, qka është puna ju? Në kjo është këthirje fuqishme, apo, që robi me shpeshtu istighfarin, ka do që cilët, edhe me e konfirmu në vazhdimësi, për me zotërisë istighfarit, premtimin dhe në Allah xhallahu ala se
aq sa ka mundësi unë të të mbeten besnik kësaj marrëveshje këtij ndërtimi aty o Zoti jam.